Vllazën e motra, e di që jeta ju ka lodhë, telashet, sprovat, hallet, borxhet, njerëzit që ta kallin shpirtin, po e di se cili prej nesh e ka një barë në zemër. Ka ditë që s'ka fuqi as më qu prej shtratit, ditë që s'don me pa as kënd, ditë që thua mjaf mo me këtë jetë. Po dije një gjë, Zoti të sheh edhe kur s'fol, edhe kur veç hesht e doron. Mos haro vëlla e motër, edhe pejgamberi alayhis salam ka përjetu më shumë se se na. Kujtoje kur i kanë qitë bërllogun para derës çdo ditë. Ai s'ju ka kthy me urrejtje, su akmar, kur një ditë nuk e pa bërllogun aty, pyeti, ku është e fqini im? Se nuk e shoh bërllogun para derës. I than, është i smur. E çka bani pejgamberi alayhis salam? Shkoj me pa, subhanallah. Sa i dashur ka qenë pejgamberi ynë alayhis salam. Gjithmonë ta kujtojmë heket e tij. Ky është shembull i vërtet i njeriu që ka zemër të madhe. Edhe pse e lodhen, e fyen, e mundun, dhe ai i falte. Zoti në Kur'an thot: mos u ndani, mos u bëni përçarje, qëndroni të bashkuar dhe jeni të drejtë o vllazën e motra. Kjo është rruga. Kur e tradhon njëri tjetrin për ego, fam apo xhelozi, po humb çdo forcë që kemi së bashku. Na sot lodhen prej fjalëve, prej jetës, prej njerëzive që s'na kuptojnë. Po mos harro, Zoti i don ata që durojnë. Nuk është dobësi me fal, është forcë. Nuk është turp me u dorëzu te Zoti, është nder. Zoti i sheh lotët tu. Ta sheh sprovën, i sheh natët që s'flen prej mendimeve. Mos mendo që je vetëm, mos mendo që Zoti s'po të sheh. Ai veç po të provon me të rritë, me të bëjë më të fortë. Prandaj, kur jeta të lodh, mos u bëj keq si bota. Bëhu i mirë si pejgamberi. Kur të fyin, busqesh. Kur të hedhin balt, lutju Zotit. Kur të harrojnë njerëzit, mos harro ti Zotin. Zoti është me ty edhe në ditën më të errët. Kur mos harro, sprova nuk të shkatron, veç të forcon. Vllazën e motra, ndëgjoni pak. Sot shohim që shumë janë bërë armiq njëri tjetrit në rrjetje sociale, po shikojnë veç për famë, për lavdi. Po harrojnë vllahën e motrën. Disa mandje duan me vra vllahun. Për çka? Vetëm për famë.